kemi ardhur vetëm kompaninë e prodhimit, produksione, kemi duar të investojmë në një projekt shumë të madh që është Gado Bene, Galeria e Arteve Digjitale Shqipërisë, që do të thotë po investojmë në infrastrukturë. Pra kemi arritur të hapim prej një viti tashmë Galerinë e Arteve Digjitale Korç, jo vetëm të që është funksionale, por është hyrë në një pikë preferimi për gjithë rajonin. Praktikisht ne kemi vizitor jo vetëm Vondas, ka vënë lëvizje vetëm turizmin Vondas, por përgjithësisht qyteti me aktivitete jashtëzakonshme, jo vetëm ekskluzive, por edhe festa, muzikore, jo, kjo është një demonstrim i vogël, domethënë nuk është në kushte optimale, por është thjesht për demo. Kemi arritur të kemi bashkëpunim me Muzeun e Van Goghut të Amsterdam, tashmë me Galerinë e Arteve Kombëtare. Kemi bërë një socializëm, programim immersive, alë diçka. Kemi bërë ikonografi shqiptare që na ka prezantuar në festivalin ndërkombëtar European të Heritage in Motion, trashëgimisë kulturore, pra se të 300 vjeçarja vënë një jetë dhe janë rinjallur për publikun ndryshe. Gjithashtu po punojmë që këtë vit ne të hapim galerinë e Tiranës. Platforma që të prezantoj është Action Bridge, e cila është një platformë për simulimin e sulmeve kibernetike. Dhe qëllimi i platformës është të lejojë organizata që simulojnë sulmet kibernetike për të identifikuar dobësitë dhe më pas të rregullojnë dobësitë e tyre në sistem. Për një demo të shkurtër kam bërë një phishing attack, duke pretenduar sikur është një email që vjen nga e-Albania. Këtu bëjmë skedullimin e kampanjës. Dhe më pas, këto të dhëna mund t'i shohim kur dërgohet kampanjë dhe përdoruesi në vetë do marrë një email i cili e dërgon të një faqe phishing e cila në vetë duke sikur është origjinale, por në fakt është diçka fake, dhe në momentin që dërgon kredencialet e veta, këto kredenciale do shfaqen te sistemi dhe tregon që është një kompromitim. Dhe më pas mund të shikojmë edhe se çfarë mund të bëjmë për të rregulluar këtë sistem. Në këtë rast, për sulmin që ndodhi, thjesht duhet të bëjmë security awareness, të implementojmë mënyra të tjera mbrojtje për sistemin. Bashkuar sot, shumë lart, në këtë ambient ku janë ftuar 175 startupet të ekosistemit shqiptar. Ne vim nga një periudhë kur ne morëm detyrën, koncepti startupeve në Shqipëri nuk ekzistonte, ndërkohë që në të gjithë Europën lindore, po edhe në Ballkanin Perëndimor kishin filluar të zhvilloheshin startupeve dhe madje 5% e startupeve që zhvilloheshin krijonin rreth 50% të punëve më të paguara në këto vende. Në ndërkohë që në Shqipëri nuk ekzistonte koncepti, jo vetëm që s'ekzistonte koncepti startupeve, por edhe numrat e kompanive në IT që kanë më shumë predispozit për të krijuar treg për inovacion ishin shumë të ulta, numrat e të punësuarve në IT ishin më pak se 1000 të punësuar, eksportet e IT-s që ne bënim të shërbimeve ishin diku tek 8 milion euro, ndërsa sot flasim për një ekosistem që janë 2000 startupe të regjistruara që kanë një pasaport. Kemi një numër mbi 4500 subjekte që operojnë në fushën IT-s dhe ndërkohë kemi rreth 15000 punësuar në fushën IT-s, që është një nga fushat që ka pagat më të larta praktikisht dhe eksportet e shërbimeve të IT-s përbëjnë rreth 200 milion euro. Pra, jetojmë sot në një moment ku për startupet, për inovacionin, për teknologjinë e informacionit ka
një treg shumë të madh dhe janë 3 shtyllat kryesore në të cilat ne kemi punuar me qëllim që të arrijmë deri këtu. Në radhë të parë kemi bërë një legjislacion i cili është fleksibël, i cili i lejon startupeve të operojnë dhe të regjistrohen vetëm me një klik, dhe kjo është arsyeja për numrin e madh të tyre të regjistruarve gjatë 4 viteve të fundit. Kemi vënë në dispozicion në 4 vitet e fundit 10.5 milion euro, ku 8.5 kanë qenë kontributi qeverisë shqiptare dhe 2 milion kanë qenë kontribut i BE-s, me të cilat kemi financuar një numër të madh startupesh në 22-shin, në 24-ën dhe në 25-ën, dhe nga ana tjetër kemi krijuar një ekosistem ku është të thjeshtë që të aftësohesh. Numrat e të diplomuarve në sektorin IT-s janë gjithmonë në rritje, ndërkohë që ne këtu jemi tek piramida sot ku kemi qendrën Tumo e cila i lejon nxënësve të 9-vjeçarëve të gjimnazit të aftësohen në përdorimin e teknologjisë informacionit, por edhe nëpërmjet programit të qeverisë shqiptare ku ne financojmë kurse të kodimit, të programimit apo të fushave të tjera, janë aftësuar tashmë rreth 2000 të rinj, të cilët jo domosdoshmërisht kanë mbaruar një shkollë për teknologjinë e informacionit, por i është dhënë mundësia që të punojnë dhe sot aktualisht punojnë në shumë kompani. Qeveria shqiptare ka qenë pararojë e zhvillimit të digitalizimit dhe të inovacionit, dhe këtë shifrat dhe revolucioni që Albania ka bërë në shërbimet e tregojnë qartë, në ndërkohë që nuk jemi ndaluar tek digitalizimi, por tani kemi përqafuar dhe të gjithë inovacionin që jep inteligjenca artificiale. E kemi bërë këtë me një qëllim që sektori privat të na ndjek, pasi dihet dhe ajo që startupet bëjnë në komunitetin e biznesit është rritja produktivitetit të sektorëve të ndryshëm. Dhe ne sot këtu kemi biznese, startupe që janë financuar, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e produktivitetit të sektorëve si turizmi, si bujqësia, si shëndetësia, si energjia, jo vetëm atyre sektorëve tradicional që janë të lidhur me teknologjinë e informacionit. Unë sot jam shumë krenare që në kaq pak kohë neve kemi bërë të mundur financimin e një numri të madh startupesh dhe gjithashtu jam krenare që ka shumë të rinj dhe të reja që sot kanë një mundësi për të filluar biznesin e tyre në fushën e inovacionit, i cili nuk ka as limite dhe as bariera. Për këtë, dua t'ju kaloj fjalën juve kryeministër me qëllim që po mendova që ta jepni juve lajmin e mirë. Sot ne në sallë kemi 175 startupe, nga të cilat 89 janë startupet fituese të këtij viti. Ato ende nuk kanë marrë një njoftim për fitimin, ndaj unë jam shumë e lumtur që sot kemi mundësinë që ta shpallim rezultatin dhe gjatë ditëve në vijim sigurisht që ne do të bëjmë takime me ta, me grupet e startupeve, do të tregojnë punët e tyre fantastike që janë duke bërë dhe që ne do të ndihmojmë që të zhvillohen dhe më tej. Dhe për ta përmbyllur, ne sot organizojmë këtë takim tek ambienti i përdorur nga Plug and Play, që është një akseleratorët më të mëdhenj të startupeve në botë dhe që ka filluar programin e vet të akselerimit, në ndërkohë që mbi gjysma e startupeve të përzgjedhura nga Plug and Play janë startupe që janë financuar tashmë nga qeveria shqiptare, që do të thotë për një cilësi të lartë dhe të propozimeve të tyre dhe të procesit të përzgjedhjes që ne kemi krijuar. Përshëndetje dhe shumë faleminderit. Më pëlqeu shumë Dorë Orkidja, shumë bio. Dhe është vërtet që ne sot kemi këtu 89 fitues të programit, por është po kaq e vërtet që ne jemi shumë të vetëdijshëm që programi duhet zgjeruar më tutje. Në ndërkohë, jo më larg se dje, unë pash një audit, kemi marrë një grup ekspertësh që të bënin një audit analitik për çfarë ka ndryshuar platforma Albania në jetën e shqiptarëve. Edhe më mbetën
më mbeten në mend 3 dhëna. E para që nga platforma i janë kursyer shqiptarëve 620 milion euro në total. Pra që për ndryshe do t'i kishin harxuar për të marrë shërbimet që kanë marrë në gjithë këto vite. Dhe analiza është shumë interesante dhe shumë detajuar që nga karburanti, distanca dhe tjera. E dyta që më mbeti në mendje është që janë kursyer 75 milion flet letre, që nuk është pak. Por e treta, që është më domethënësja edhe përsa i takon impaktit që ka teknologjia digjitale, është që koha e kursyer, përfituroheni tani se çfarë kohë është kursyer, 25.000 rrotullime rreth tokës. Kjo është habia e madhe dhe bekimi po ashtu i teknologjisë për vende si vendi ynë, që në rastin e kontaktit me teknologjinë dhe në marrjen e shërbimeve që teknologjia ofron, ka mundësinë të bëj kapërcime historike të një natyre që s'do i bënte dot kurrë pa teknologjinë. Fjala vjen, ne nuk do arrijmë dot kurrë që në një kohë kaq të shkurtër të krijonim një administratë publike e cila të ishte në gjendje që shërbimet që bën Albania t'i bënte me të njëjtën transparencë, me të njëjtën shpejtësi, me të njëjtën korrektesë, e pamundur. Dhe në ndërkohë që progresi deri në shfaqjen e fuqisë teknologjisë digjitale ka qenë një progres linear, tani jemi në epokën e progresit eksponencial. Nëse në kohën e progresit linear, kalimi nga një makinë daktilografike në një tjetër kërkonte disa vjet. Pastaj aksesi tek ai produkt për ata që ishin më të varfër kërkonte shumë kohë. Aq shumë kohë sa në fund vendeve më pak të zhvilluara dhe më të varfra ju mbeteshin në të vërtet makina daktilografike që ata të tjerë nxirrin jashtë përdorimit. Dhe e njëjta histori edhe me kompjuterat në fillim. Për shembull, mua më kujtohet kur unë u bëra ministri i Kulturës, në Ministrinë e Kulturës në 98-ën kishte një zyrë që ishte zyra e daktilografimit. Edhe aty shkonin të gjitha shkresat për të daktilografuar. Pra, shkonin shkresat, do me thënë, ose shkonin të shkruajtura me dorë, ose shkonin ata që do bërin shkresën dhe recitonin atje dhe ishin 3 gra që daktilografonin. Dhe ishin 3 makina daktilografike shumë të lodhura dhe tek ëja, që ëja ishte sajuar me forca të brendshme sepse makina origjinale nuk e kishte ën. Tek ëja, ajo shigjeta që godiste letrën bënte vrima. Edhe kur e merri letrën, kur e merri shkresën, shkresa ishte poroze sepse ishte mbushur me vrimat e ës. Dhe unë kisha kujtesën të freskët nga një ekspozit që kisha bërë në Gjermani, në një qendër kulture, ku sapo kishin ardhur kompjutera që Deutsche Banku po i nxirrte jashtë përdorimit dhe po ja falte qendrave kulturore në Gjermani që s'kishin. Dhe i shkruajta, mora edhe unë një daktilografiste dhe ja bëra një letër drejtorit Deutsche Bankut me ato goditje dhe i thash, kjo letër po ju vjen nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë, po pat mundësi na jepni edhe neve disa kompjutera, dhe pastaj ambasadë gjermane edhe më kontaktuan
më sollën dhe ajo letra nuk e di ku është tani, po të paktën në atë kohë u përfundoi në murin e zyrës drejtorit Deutsche Bankut në kornizë si vepër arti, se ishte e pa imagjinueshme. Sot është botë tjetër komplet. Sot, pavarësisht se ne mund të jemi mbrapa në shumë gjëra, mund të shkojmë shumë më para se të tjerët falë teknologjisë në aspektet caktuara. Dhe nuk është e rastit që për shembull një vend si Estonia është shumë më para një vendi si Gjermania. Edhe pse kur Estonia hyri në këtë rrugë, as nuk mund të krahasoj jo me Gjermaninë, po s'krahasoj në asnjë vend që ishte në Bashkimin Evropian. Kështu që këtë po e shohim konkretisht vetëm me Albaninë, po e shohim me negociatat. Ne kemi tani në punë modelin e inteligjencës artificiale që bën gjithë transferimin e ligjeve dhe gjithë atyre 250.000 teksteve të BE-s, për cilat vendet e tjera përpara nesh kanë punësuar një armat me përkthyes, një armat me draftues, ndërkohë që modeli jon e bën brenda pak minutash atë që përkthyesit, draftuesit bënin Kroacisë vetëm kjo punë i mori 7 vjet. Ndërkohë që ne po e bëjmë me shpejtësi shumë të madhe dhe në harkun e 5-6 muajve ne do ta kemi të përfunduar nga pikpamja e gjithë volumit, do ta kemi në Shqip edhe me një cilësi vërtet shumë të lartë dhe modeli çdo ditë performon gjithmonë më mirë. Po kështu me prokurimet publike jemi duke punuar me Microsoftin për një model inovativ të prokurimeve publike pa pjesëmarrjen e njerëzit, që faktikisht ose më saktë që bën procesin e prokurimit publik deri në nxjerrjen e rezultatit pa pjesëmarrjen e njerëzit. Pastaj komisioni përkatës certifikon rezultatin, kuptohet, sepse në fund fare përgjegjës për lidhjen e kontratave dhe për shpenzimet publike janë njerëzit, nuk është akoma inteligjenca artificiale, por ama është një projekt shumë ambicioz. Para ca ditësh është bërë një workshop këtu tek Akshi me 16 vende, përfaqësues nga 16 vende që po punojnë në këtë drejtim. Të gjithë në fakt kanë marrë pjesë të caktuar, ne po përpiqemi Microsoftin të bëjmë një model që e bën të gjithën. Dhe shpresojmë dhe urojmë që ta kemi gati deri në fund të 2026-s. Ndërkohë që brenda pak kohe, nuk e di eksaktësisht kurse po punohet, Albania do kaloj në një tjetër nivel, pra ajo diella që del aty edhe flet, do bëjë gjithë shërbimin. Pra nuk do jetë më e nevojshme që kush hyn në Albania të ndjeki diellën dhe të bëjë klikime, të bëjë shko këtu, shko atje etj, por kjo gjë do të realizohet me kërkesë. Pra do t'i thuhet diellës që dua këtë letër quhen filani, për shembull, dhe gjithë punën do ta bëj diella, domethënë asistenti virtual. Thënë gjitha këto, besoj që ne po krijojmë një potencial të madh këtu brenda, me ju dhe me të tjerë si ju, që mund të na japin një dorë në zhvillimin e mëtejshëm të proceseve të qeverisjes, duke përdorur bazën tonë të dhënave. Se në fund të ditës, ju e dini 1000 herë më mirë se unë që thjesht i mësoj për shkak të detyrës, që sa më shumë data, sa më shumë dhëna, aq më shumë brum për të krijuar modele që pastaj mund na lehtësojnë proceset, mund na nxjerrin nëpër horizonte që as nuk i imagjinonim deri më parë. Dhe ndërkohë po flisnim para se të hynim këtu për Ekol 42-shin që do të hapet së shpejti tek Piramida. Është një super shkollë
për teknologjinë digjitale, e cila faktikisht është një shkollë jashtë sistemit klasik, është një shkollë që nuk ka ato kërkesa që kanë shkolla tradicionale, është një shkollë pa mosh, pra kushdo mund të hyjë aty, kuptohet, ka një proces të vetin seleksionimi, dhe është një shkollë që realisht është një nga bërthamat kryesore të revolucionit digital që po bën Franca, e cila tani ka dalë në pararojë të këtyre zhvillimeve. Këto nga ana ime, edhe shumë faleminderit për durimin. Delina donte që unë t'jepja lajmin që këtu janë 89 subjekte që do marrin mbështetje nga qeveria, po në fakt Delinës i takon realisht jo vetëm që ta thot këtë, por edhe i takon falenderimi im në sytë tuaj për punën shumë të dobishme që ka bërë në quajnë më tej të këtij raporti mes qeverisë dhe startupeve që uroj dhe shpresoj ta forcojmë dhe ta zgjerojmë ende më shumë dhe mos harroni që në Shqipëri tani kemi aktiv parkun teknologjik Durana që është një park i cili është eksaktësisht për ju dhe për të gjithë ata si ju, brenda dhe jashtë, për produkte të teknologjisë dhe që ka një sistem incentivash jashtëzakonisht të favorshëm. Dhe shumë shpejt, besoj vitin e ardhshëm, në fillim vitit të ardhshëm, uroj, do kemi dhe godinën në Vlorë, mund qendër të Vlorës, e cila ka hapësira të jashtëzakonshme, është fantastike për high-tech-un, që do funksionojë si një park. Pra, kush do ketë hapësirë dhe kush do ketë zyra dhe kush do zhvilloj aty produktet teknologjike, do të ketë një sistem fiskal edhe një sistem incentivash komplet ndryshe nga jashtë perimetrit godinës. Kështu që keni parasysh edhe uroj shumë që deri atëherë të keni bërë zhvillime të reja, se këtu shpejtësia e zhvillimit është maramonce. Edhe nuk e harroj në bisedën e parë me Mira Muradin që po diskutonim për shpejtësinë dhe më tha diçka që ishte e frikshme. Tha, nëse për të kaluar nga iPhone-i 12 e 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër, tani që hyri inteligjenca artificiale, do duhet një ditë. Çfarë është e re në mëngjes, do bëhet e vjetër në darkë. Deri këtu do të shkojë shpejtësia e transformimit. Shumë faleminderit dhe lumë si ju që që ndërkohë që transformoheni me kaq shpejtësi, transformoheni vetë nga dal. Se kur merresh me pikturë, për një pikturë mund të haj edhe 6 muaj dhe ti e 6 muaj më i vjetër dhe ke bërë një pikturë. Ndërkohë që ju mund bëni kaq shumë gjëra në 6 muaj dhe thjesht jeni vetëm 6 muaj më me eksperiencë, jo më të vjetër se keni kohë për të përdorur këtë fjalë. Faleminderit. Zoti Kryeminist, shumë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen, sepse siç ju e përmendët shumë qartë, janë disa pika takime midis komunitetit startupeve tashmë edhe qeverisë edhe të gjithë organeve. Ju përmendët Duranën, këtu kemi disa startupe që janë regjistruar dhe pranuar tek Durana Tech Park. Janë disa të tjerë që janë në diskutime sipër për cilët i plotësojnë apo jo kushtet dhe ne si me
po themi edhe me ministrin krye, jemi duke diskutuar për ditë me Durana Tech Park dhe agjencitë e tjera që të shikojmë mundësinë që sa më shumë startupe për atyre që financohen, të kenë mundësi bashkëpunimi vertikale në industritë që ato marrin pjesë. Pra energjia të komunikojmë më shumë me sektorin energjetik nëpërmjet ministrisë apo entiteteve të tjera publike dhe kështu me radhë. Dhe këtu, nëse më lejoni, mbase të japin fjalën 2-3 personave që janë financuar nga këtë herë ose herën e fundit. Mbase Genti. Përshëndetje. Në radhë parë ju falenderoj shumë për këtë event, jashtëzakonshëm. Faleminderit zoti kryeministër, faleminderit ministre, faleminderit Arian. Para se të dilja këtu duke dëgjuar, po diskutoja me një çun. Po diskutoja me një koleg dhe i thash çka ka bërë agjencia e startupeve në një vit me suportin që ka dhënë, më besoni nuk është bërë në 10 vjet. Edhe nuk është si gjetje komerciale kjo që po them, por është thjesht realitet. Unë jam, të themi, i vjetër në startupet, kam filluar para 10 vjetësh, aventurën time të parë me babunin, dhe realisht kjo vlerë e shtuar që ka dhënë agjencia si në nivel financiar, po si dhe në nivel suporti, më besoni që nuk ka ekzistuar. Kështu që një big thank për gjithë punën që keni bërë dhe për mënyrën se si keni operuar, shumë eficient, shumë faleminderit dhe uroj sa më shumë suksese. Qa kërkese? Atëherë, ajo që ne shohim, për shembull Babuni është një kompani gjithsesi shumë inovative në ana teknologjike, po investojmë shumë në AI dhe një nga ëndrat tona është pse jo të jemi pjesë e Durana Tech Park për të themi shpërndar gjithë know-how-un tonë që kemi në nivel teknologjik. Kështu që kjo ëndra është fjalë e madhe për të thënë që ëndra jonë është timit se duhet aty është Durana, shko futu qa ëndra është jo. Ta që të the ëndra jonë është që të shkojmë në ndonjë planet që se kemi zbuluar akoma, por faleminderit për fjalët e mira që në këtë rast i takojnë Delinës dhe përsëris, por një gjë që harova pa e thënë që është fiksimi i madh. Keni parasysh që me antarësimin e Bashkimit Evropian, fuqia mbështetëse për startupet dhe për teknologjinë rritet në mënyrë eksponenciale. Faktikisht, ne nga Bashkimi Evropian në gjithë të vite, gjitha vitet bashkë, kemi marrë mbështetje për programet ndryshme ku hyn të gjitha bashkë, që është diçka më shumë se 1 miliard euro. Dhe mbështetja për teknologjinë është diçka që ka hyrë vetëm tani së fundmi dhe është modeste. Ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian, 1 miliard e ca euro është çdo vit. Dhe në këtë 1 miliard e ca euro që është çdo vit, keni parasysh që ndryshe nga 1 miliard që i deri tanishëm, 1 miliard e ca, i deri tanishëm ku një pjesa më e madhe janë kredi, tek 1 miliard që i çdo viti pjesa më e madhe janë grant. Pra, ndryshimi është jo pak, po është ne sot jemi në mbështetje e Bashkimit Evropian, jemi 90% kredi, 10% grant. Me futjen në Bashkimin Evropian kalojmë në 90% grant dhe 10% kredi. Kredit janë të mira, kuptohet, janë me norma interesi të ulta, po janë kredi. Kështu që edhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë pa ndërprerje procesin e nisur me negociatat pas një lëkundje, konfuzione tjera, sepse është krijuar një mundësi reale, aktuale, nuk ka qenë asnjëherë. Që nga dalga e fundit e zgjerimit dhe faktikisht që nga futja e Kroacisë nuk ka pasur më asnjëherë një mundësi reale për të hyrë në Bashkimin Evropian. Tani është reale. Edhe ne jemi të dera,
Vetëm duhet të përfundojmë negociatën. Dhe për startupet, për gjithë të botën tuaj, do të jetë një ndryshim eksponencial i kapaciteteve tona për të mbështetur, po edhe i kapaciteteve tuaja për të përfituar nga Bashkimi Evropian, sepse në momentin që ne hymë në BE, juve të gjithë jeni eligible për të gjitha fondet që ka Bashkimi Evropian për teknologjinë, që janë fonde në për shumë, nëse Bashkimi Evropian ka një program për startupet, për te programeve kombëtare, për te parave që jep çdo vendi për teknologjinë, ka programe të ndryshme që janë programe të Brukselit. Aty ju sot nuk futeni dot, se ju nuk jeni pjesëtar të komunitetit europian të startupeve. Momentin që ndryshon kjo gjë, juve jeni njësoj si gjithë tjerët dhe aplikoni atje njësoj si qytetarët e tjerë të Europës. Ky është një ndryshim esencial. Përshëndetje zoti. Delina ka di numrin e fituesve, s'di emrat e fituesve, unë se kuptoj tani. Si ti kishe marrë dhe emrat, të merrim dhe në një dorë trokitje tjetër. Përshëndetje zoti kryeministër, shumë faleminderit, zonja ministre faleminderit, Arian shumë faleminderit. Unë jam themeluesi i Vrapon, ose i them ndryshe aplikacionit Uberit 100% shqiptar Made in Albania. Jam krenar sepse është ndërtuar nga zeroja çdo hallk e tij, pra nuk është një aplikacion i huazuar. Vizioni jonë është për ta bërë Vraponin lider në Shqipëri, për të ndjekur në një farë mënyrë atë modelin francez, sepse edhe Franca ka atë aplikacionin e tyre lokal, duke i shmangur në një farë mënyrë aplikacionet internacionale. Ndihma, unë jam përfitues i Grand 2024, ndihma ka qenë vërtet e jashtëzakonshme, duke qenë se sektori i teknologjisë është një sektor shumë i kushtueshëm, shumë i shtrenjtë, dhe për ta përballuar kërkojnë nevoja shumë të larta financiare, dhe vërtet jam shumë falënderues për këtë ndihmë. Kërkesa ime e vogël është një lloj ndërhyrje ose në një farë mënyrë një lloj përshpejtimi i ndryshimit të ligjit tek për transportin, duke na përfshirë në një farë mënyrë edhe ne si sektor, si zhvillim teknologjik, si shërbimin shuttle, si shërbimin taksi nëpërmjet aplikacionit edhe të tjerë. Shumë faleminderit. Patjetër, vetëm se nuk duhet të dekurajoj, ti me siguri e di, po shikoja që Uberi vetë është në hall, sepse së shpejti do t'i hyjnë makinat pa shofer fare. Edhe do jetë makina që do t'a thrasësh, do t'vi, do hysh aty brenda dhe më në fund edhe unë nuk do ndjem më qytetar i dorës dytë nga një pamja e IQ-s, sepse nuk do t'i jap vetë makinës, por ama makina do shkoj ku t'i them unë pa i fol shoferit fare, se do të ketë shofer. Kështu që duhet përgatitjen edhe për atë moment. Ndërkohë që ajo çka unë besoj se vlen shumë, e kam vënë re këtë që ne kemi Këshillin Ekonomik Kombëtar, ku ka përfaqësues nga gjitha industritë, por ma hamendja që nuk funksionon dot ai këshill në funksionin tuaj, sepse realisht ai është këshilli i botës reale, ju jeni komuniteti i një bote tjetër, kështu që mbase duhet të ndërtojmë një këshill të veçantë, një këshill kombëtar për startupet dhe teknologjinë, në mënyrë që në mënyrë të vazhdueshme të ketë dhe një rrugë gjysmë institucionale, edhe pse jo formale, por një rrugë gjysmë institucionale për të pasur një ndërveprim të vazhdueshëm mes jush dhe qeverisë dhe jush, që qeveria të kuptojë në vijimësi ç'a ndodh, ç'a ndryshon, ç'a zhvillohet, edhe nga ana tjetër të kuptojnë vijimësi se si mund ndihmojnë, si mund mbështesin. Unë besoj që edhe me Delina kemi folë që volumi i mbështetjes financiare që ka ardhur duke u rritur, po jo shumë, mund të rritet dhe ne do ta rrisim
do të arrisim në mënyrë të ndjeshme në vitet në vijim, sepse e kemi parë që është një lloj investimi që kthehet shumë fish në formën e punësimit mirë paguar, në formën e qëndrimit të talenteve këtu etj, kështu që do të arrisim vit pas viti. Përshëndetje. Zoti Kryeministër, faleminderit për organizimin bashkë me zonjën ministre dhe Arianin. Ajo që doja unë thosha është që gjithë thonë çfarë mund bëj qeveria për ne dhe jo çfarë mund bëjmë ne për qeverinë. Unë do vetë ofrohesha vullnetarisht nëse qeveria e konsideron. Ne kemi vënë re që me klientët tanë, kur tentojmë të automatizojmë punët e tyre me anë të inteligjencës artificiale, kanë problemin që shumë herë nuk e dinë se çfarë është e mundur dhe është e nevojshme që ne të analizojmë gjithë proceset e tyre dhe më pas të dalim në një përfundim ku i sugjerojmë se çfarë është automatizueshme e çfarë jo. Është shumë gjë e mirë ajo që keni bërë me Albania, por duke pasur dëshirën për mos qenë asnjëherë të vetëkënaqur, do ishte akoma më mirë nëse do kishe një iniciativë nga ana e qeverisë për ta shtruar këtë në anën të administratës, duke parë se si mund të automatizohen punë në administratë, dhe tani mund të rikthehem tek çfarë mund bëjë qeveria për ne. Dhe ishte shumë mirë nëse ju përmendët Microsoftin, që është shumë kompani e madhe, dhe mund t'i bëj ato produkte për qeverinë shqiptare, por besoj, duke parë dhe shkas nga eksperienca që kam në Zvicër ku jetoj, Zvicerianët vënë Zvicrën vendin e parë, dhe besoj edhe Shqipëria duhet vëj shqiptarë dhe kompanitë shqiptare në vendin e parë. Kjo është ndihma më e madhe që mund të bëj shteti për ne. Thot Delina që ti po bën një studim për sjelljen e zogjve me inteligjencën artificiale. Po sjelljen e shqiptarëve do na studiosh pak se janë më të palexueshëm se zogjt në këtë rast, po. Unë e thash pak, po mbase nuk e thash shumë qartë që eksaktësisht ne këtë duam të bëjmë, që të vëmë në dispozicion të kujt dëshiron të dhëna, se gjithë puna është e dhënat edhe të proceset. Pra, për të bërë këtë që ti thua, duhet që ti të kesh akses në proceset dhe në dhëna. Dhe ne kemi ngritur një qendër të inovacionit që nuk ka lidhje me Akshin, e cila presupozohet që t'i shërbej të gjitha ministrive dhe institucioneve pikërisht për të inovuar. Mirë po, ajo që kam vënë re unë është që qendra është në një farë mënyre burokratizuar nga fakti që është institucion i brendshëm. Kështu që ajo që ne do bëjmë është që t'i hapim dyert e qendrës për të gjithë ju dhe për çdo qoftë tjetër që ka dëshirë të vi, edhe që ka dëshirë të luajë me të gjitha proceset dhe me të gjitha dhënat, të luajë në kuptimin domethënë të shohë se çfarë mund të bëj. Këtë ide e diskutuam mbasi bëm një takim me grupin që erdhi këtu nga qendra spitalore universitare e Izraelit, Shiba. Ata janë të rankuar të 9 në botë dhe kanë marrë onkologjikun tonë dhe jemi me ta në një proces bashkëpunimi për të ngritur në një nivel tjetër komplet qendrën spitalore universitare në Tereza nga pamja e menaxhimit edhe e proceseve. Dhe ata na treguan që kanë krijuar një hapësirë dedikuar, nuk e di sa e madhe, mund të jetë sa kjo, mund të jetë sa gjysma kësaj, ku jepet akses i plot të gjithë mjekëve, infermierëve, gjithë personelit që dëshiron të ndërveprojë me persona si ju, që vinë atje,
për të krijuar risira që i shërbejnë spitalit dhe që i shërbejnë sistemit shëndetësor. Pra, është një qendër inovacioni që është fakt një hapësirë e vogël, por gjithë brumi aty janë të dhënat e proceseve. Dhe aty pastaj na treguan edhe se çfarë ka mbjell me këtë lloj ndërveprimi. Kështu që ke shumë të drejtë shkurt muhabeti. Dhe ne mund të bëjmë një marrëveshje që ti mund vish të merresh me këto procese dhe ndërkohë mund studiosh dhe sjelljen e shqiptarëve, duke u nisë nga sjellja e administratës, sepse shqiptarët në administratë janë ata më të rrezikshmit dhe më të çuditshmit. Zoti Kryeministër, faleminderit. Zoti Ministër Arjan, shumë faleminderit për suportin. Unë jam Eni Shtini, vitin e kaluar isha pjesë e grantit vjetshëm. Unë jam këtu nga Shqipëria, sepse shikoja mundësi në vendin tim për të shpalos atë potencialin që unë mendoja dhe mendoj që e kam. Ne kemi krijuar një startup, është platforma e parë e investimeve bazuar në blockchain dhe fuqizuar me AI, kur ne lidhim investitorët tuaj me projektet real estate dhe green energy këtu në Shqipëri. Teksa ndonë se ju keni si vizion kryesor për të dërguar Shqipërinë në BE, ne gjithashtu kemi një vizion për të sjellë BE-n dhe pse jo botën për ta sjellë. Jo për të dërguar, jo, për ta sjellë këtu BE-n është puna. Se për të dërguar për ta bërë pjesë. Dhe ne kemi vizion për të sjellë investitorë të huaj këtu në Shqipëri dhe disa nga sfidat e këtyre investitorëve janë një regulatory framework, pra pjesa ligjore, dhe pjesa e transparencës, të cilën ne sot, pra është një startup i lindur në Shqipëri dhe i rregulluar në Luksemburg. Ne kemi një strukturë fondesh investimi në Luksemburg sot dhe i rregulluar brenda European Regulatory Framework, le të themi. Ajo që ne shikojmë si sfidë kryesore, të paktën për tregun lokal këtu, është pjesa e zhvilluesve shqiptar që real estate dhe ne, besimi jon kryesor është që këto projekte marramëndse, ne jemi duke punu dhe me projekte afër në Zvërnec, këto projekte marramëndse që janë duke kapur dhe miliardat e eurove, unë besoj se duhet të financohen nga një kapital global, nga një kapital institucional, struktura që i përqafojnë investitorët profesionistë tuaj dhe ne këtë gjë po mundohem të ofrojmë për vendin tonë. Përshëndetje. Faleminderit edhe për eventin. Unë jam Gjino Kazazi nga Kineton Albania, SHPK. Ne jemi një startup inovativ që operon në sektorin automotiv. Kemi investuar shumë për të krijuar gjeneratën e parë të inxhinierëve automotiv në Shqipëri, në fillim me një akademi me ekspertuar dhe tashmë e bëjmë brenda. Në 2 vite kemi arritur rreth 65 inxhiniera dhe mundësojmë testimin e elementeve kritike, elektronike të një makina përpara se sa ajo të jetë në treg ose të ndërtohet. Me fondin e startupit arritëm të bëjmë vetëm hapin e parë ndaj një infrastrukture për cilën kemi nevojë. Unë po kaloj direkt tek nevoja, ishte një përgjigje pjesa e testojnë makinat e garave. Pra, janë furnizues të shërbimeve të makinave të garave dhe testojnë sistemet e tyre të frenimit nga distanca nga këtu. Testojmë çdo lloj komponenti të softwareit, jemi me klient internacional, McLaren, Aston Martin, Stellantis, domethënë që është Fiat, Peugeot e tjerë, domethënë kemi arritur të ndërtojmë një bazë shumë të mirë, por jemi sklav, në thonjza, të infrastrukturës të kompanive më të mëdha që janë në Evropë. Dhe kërkesa jonë është kjo, pra para se të arrijmë këto fondet europiane, sepse dëgjojmë kompani që njohim që kanë arritur të marrin për shumë 25 milionë euro për infrastrukturë. Kjo do ishte që fonde pak më të mëdha për të arritur të krijojmë një infrastrukturë në Shqipëri dhe të nxisim dhe figurat të reja që punojnë në kjo infrastrukturë, pra mos varemi nga figurat e jashtme, por edhe të krijojmë modelet tona unike të testimit që pastaj të shesim për Tier 1 manufacturer, pra prodhuesit e makinave. Në rastin konkret, ajo që mendoj se mund të jetë interesante është bashkëpunimi me qendrën që ne po ndërtojmë në Elbasan, ku
Emri i ka dalë si cirkuiti shqiptar i Formula 1-shit, se do bëhet cirkuiti, por nuk është një investim për Formula 1-shin thjesht, është një investim që në zemër të vetë ka sigurinë rrugore dhe aty do t'jetë qendra e trajnimeve, e testeve, e certifikimeve dhe modeli është zhvilluar në Austri me shumë sukses dhe me austriakët që kanë zhvilluar atë model dhe që e administrojnë model dhe është Jati dhe i biri që ka qenë dhe piloti Formula 1-s. Ne kemi punuar për cirkuitin, por kemi punuar edhe për gjithë këtë model. Aty do të zhvillohen gjithë llojet e garave motorike, që nga motore, me motocikleta, me vetura, me garat për fëmijët e tjerë, dhe ajo mund të jetë një pikë ku mund të ndërthuren ambicjet edhe vlera e asaj që bëni ju me çfarë po përpiqemi të bëjmë ne. Në mënyrë që të keni një hapësirë që jeni ju që e administroni si thosh nga pikpamja e sigurisë, nga pikpamja e testimeve etj. Ndërkohë që nga ana tjetër, për sa i përket asaj që thash më parë, është shumë e rëndësishme që gjithë këto problematika që me siguri të gjithë po të shohin këtu kanë në profilin e tyre, ne mund t'i kanalizojmë në mënyrë sistematike dhe të dim eksakt, ju të dini eksakt se çfarë bëjmë dhe çfarë duam të bëjmë ne, dhe ne dim se çfarë bëni, çfarë doni të bëni ju, dhe prandaj thash, duhet ta ndërtojmë atë strukturën, hapësirën e një këshilli që mbase domthon ju e sajoni dhe në mënyrë të tillë që s'ka nevojë me mbledhje, por si një lloj inboxi ku të gjithë të hedhin problematikat e tyre në kohë reale, edhe mund të jetë me shkrim, mund të jetë me video, të jetë si një lloj portofoli i mbyllur vetëm për anëtarët e këshillit, dhe ndërkohë kush e përfaqëson këtë komunitet aty bën dhe certifikimin, po themi, ose jep okejin për të futur të tjerë aty që bëjnë atë si thosh prezantimin dhe vën aty propozimet apo ndërsa për sa po më thoshe për çështjen e legjislacionit, edhe kjo është një temë që duhet diskutuar bashkarisht, sepse ne kemi parë, unë kam parë këtë që kur ne filluam këtë historinë e startupeve, problemi që në fillim ka qenë konflikti midis nevojave tuaja dhe legjislacionit fuqi, sepse ju jeni prurje e re në këtë botë, në kuptimin shumë gjëra që juve bëni ose doni të bëni nuk i ka parashikuar legjislacioni që ka qenë për printera, për emaile, domethënë, kështu që në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që të jemi në një ndërveprim të vazhdueshëm. E vetmja gjë që po më bën përshtypje negative është që këtu flasim vetëm djemt. Kjo se kuptova. Zakonisht djemt në të paktën në botën ku jetoj unë, djemt rrin nga fundi dhe nuk flasin asnjëherë dhe duhet ta çosh në njërin me zor. Dhe flasin vetëm vajzat, ndërkohë që këtu flasin vetëm djemt. Si shpjegohet kjo? Jo, po ma jep herë, ma shpjego këtë herë. Përshëndetje, jam Diamandi Joana, ndryshe njerëzit së fundmi më njohin si vajza e Kelkit. Dhe jam themeluese e hapësirës Kelt. Kelt është qendra më e fundit e inovacionit për ekonominë qarkulluse. Duket se nuk të punon mikrofoni, tamam, siç duhet do ta ndezësh. Më dëgjoni? Po tani. Përshëndetje, jam shumë emocionuar. Jo, mos u shmang pyetje, si shpjegohet që flasin vetëm djemt? Mbase është tani momenti të flasin vajzat. Jam Diamandi Joana, arkitekte, pedagoge në profesion.
kohët e fundit njerëzit më njohin si vajza e qelqit, jo vetëm se punoj me materialin e qelqit, por pasi kam hapësirën e qelqit, që është një hapësirë që merret me inovacionin dhe ekonominë qarkulluese, inovacionin në përpunimin edhe për riciklimin e qelqit. Jam shumë entuziaste dhe emocionuar se sot kam të njëjtën emocion që kam pasur kur kam ardhur në Shqipëri dhe në Tiranë para 15 vitesh, pasi prindët e mi ishin larguar për emigracion dhe po merrnin vendimin për të kthyer në AD dhe për të rifilluar aktivitetin tonë këtu. Dhe mbaj mend keni qenë kryebashkiak dhe gjitha iniciativat që keni ndërmarrë atë periudhë kanë qenë shumë frymëzuese për mua si adoleshente, por edhe artiste të asaj kohe, që pse jo të kthehem në Shqipëri dhe të gjej hapësirën time ku unë të krijoj jo vetëm krijimtari, por një ndërmarrje të mirëfillt dhe akademike dhe shkencore. Sot, mbas 15 vitesh, jam këtu, duke vazhduar punimin edhe artin e babait tim, I cili është artist qelqi, por duke e ndërmarrë në një lloj këmbvështrimi tjetër, duke bashkangjitur me kërkimin, me inovacionin, edhe duke nxjerrë në treg si një produkt I cili mund të jetë utilitar, I prodhueshëm edhe pse jo eksportueshëm jashtë vendit. Në hapësirën e qelqit që jemi në katin e tretë, kemi një laborator ku ne përpunojmë materialin, krijojmë produkte utilitare, bizhu, vath, pjata, tavolina, të cilat krijohen nga përpunimi I shisheve dhe mbetjeve të qelqit dhe krijojmë dhe patjetër bashkëpunime me hotelerin, Horeca për të krijuar një impakt sa më të madh qoftë në menaxhimin e mbetjeve të qelqit, por edhe për krijimin e një estetike më të bukur dhe më të breshtë për komunitetin tonë. Hapësira e qelqit ofron produkte, shërbime, evente për network, për artistë dhe për sipërmarrës, por mbi të gjitha krijon mundësi që fëmijët të rrisin në estetikën e tyre duke mësuar një zanat të cilët unë kam pasur fatin ta kem që në fëmijëri, por fëmijët e sotshëm nuk prekin më material, vinë te qelqi për të mësuar diçka nga arti magjepse që kanë kraftet. Çfarë do kërkoja unë sot? Më shumë promovim të prodhueseve vendas dhe mbështetje për prodhimin e mirëfillt të materialit. Është shumë e rëndësishme që ne të mendojmë inovacionin jo vetëm në drejtimin e IT-s ose të rrjeteve teknologjike, por inovacioni qëndron në çdo produkt dhe send të përditshmërisë tonë. Faleminderit. Edhe suksese. Kjo fjala jote e bukur ishte, po ishte në shenjë proteste që po flisin vetëm këta të botës tjetër. Bota reale ishte lënë pak mbasdore, shumë mirë bëre që more fjalën dhe urime për fitimin e grantit. Përshëndetje, emri im është Rozal Baxhori, jam themeluesja e Entrenovo Hub, që jemi një platformë dhe një qendër njohurish për dekarbonizimin industrial. Faleminderit për eventin, gjithashtu faleminderit për mbështetjen gjatë disa kohe për projektin e Entrenovo Hub dhe doja thjesht të tregoja çfarë kemi qenë duke bërë ose po themi qëllimi që kemi pasur me Entrenovon ka qenë që në fillim që të krijonim një farë task force për projektet e dekarbonizimit industrial. Pra, për të sjellë më afër industrisë shqiptare, megjithëse ndoshta nuk është aq treg I madh, po themi në krahasim me tregun digjital, por prapë bën një pjesë shumë të madhe të eksporteve shqiptare. Dhe prandaj edhe ky ishte fokusi jonë. Ideja është me këtë qëllim arritëm që krijuam pjesën e task force që kombinon ekspertizën teknike bashkë me ekspertizën apo me aspektin ekonomik të projekteve të tilla për t'i bërë profitabël. Dhe ideja është qëllimi ishte që ne të nisim direkt në këtë projekt dhe me implementimin e modeleve të tilla të biznesit. Pra, për pjesën e emitimeve të karbonit, duke mos u fokusuar vetëm në impaktin klimatik, po themi që projektet të tilla kanë, por dhe në impaktin që si për shembull furnizuesi shqiptar mund të jenë pjesë e tregut evropian. Dhe vështirësitë që kemi hasur kanë qenë pjesa e sensibilizimit të klientëve në fjalë, sepse nuk ka pasur një farë sensibilizimi që të themi, ok, këto janë tema që me vërtet janë në vijim me, po themi me pjesën me politikat apo bazën ligjore dhe teknike të Bashkimit Evropian, që thotë për shembull Clean Industrial Deal, apo standardet e hidrogjenit, planet për infrastrukturën e të gjitha. Dhe ka pasur goxha punë për të bërë, për të sensibilizuar tregun dhe për të treguar se përse këto, për shembull nga 2026 me hyrjen e CBAM në fuqi, sepse këto janë
me të vërtetë dhe tema që i prekin këta eksportues. Kështu që vështirësia ka qenë kjo dhe kërkesa është ndoshta jo vetëm mbështetja, natyrisht mbështetja, në këtë rast shpreh dhe mirënjohjen përsëri, pak të mbështetje nuk do ishte mundur që të bëjë një projekt i tillë, por nuk është vetëm kjo për startupet, por edhe për tregun, sepse tregu me vërtet ka qenë shumë e vështirë për të krijuar atë akceptancën, sepse nuk e din se çfarë duhet në disa pika. Faleminderit. Është një hacker atje në fund. Vetëm dil pak në dritë se je shumë në errësirë atje. Unë e di që hakerimi s'bëhet në dritë, po dili që të shoh. Jemi white hacker, hacker sa të bardh, domethënë. Dil pak në aty në rregull, tani mund të flas. Po. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Desha të prezantoja platformën time Dialogo. Është një platformë që na lejon të krijojmë aplikacione si e-Albania, që janë aplikacione me AI të fuqishme, pa pasur nevojën e nivelit teknik, do me thonë mund të kryosh për 2 minuta, gjë që mund të bëhet edhe për institucione tjera, si për shembull tatimet ose institucione private. Kaq sa për sa i takon Dialogos, desha të lançoj edhe një diçka të re që kemi bërë kohët e fundit, është modeli inteligjencë artificiale që quhet Bleta, domethënë jemi, le të themi që jemi të parët në rajon që po bëjmë diçka të tillë. Ke aty, shko pak te ekrani aty. Apo në pagoza që ta marrë kamera se ne e shohim. Okej. Atëherë kjo është Bleta, domethënë po mos i dil Bletës përpara, dërim që manash ashtu. Se është e vogël. Atëherë kjo është Bleta, është një model ndryshe nga modelet aktuale, përdor dhe logjikën për të bërë operacione të ndryshme. Mund të përdoret gjithashtu edhe për prokurime, mund të përdoret edhe për proceset e transpozimit të akuis të EU-s, gjë që e përmendët dhe ju. Dhe synojmë që ta vendosim Shqipërinë në hartën e modeleve të inteligjencës artificiale native, më thënë të njëjtën gjë siç po e bën te Franca. Për momentin në Ballkan jemi të parët që po merremi me diçka të tillë dhe jemi shumë krenarë që ta pranojmë këtë gjë momentalisht. Bravo, shumë faleminderit. Unë do bëja një kërkesë për ty edhe për gjithë ata që shohin kryqëzim të rrugës tyre me çfarë procesesh ka qeveria, që t'i drejtoheni Akshit, edhe unë do flasë edhe me drejtorën e Akshit, t'i drejtoheni Akshit dhe pastaj të organizojmë një takim vetëm me ata që duan të përfshihen në këto procese ose që kanë gjëra për të ofruar, sepse mund të ndërthurim të dyja, edhe atë që ju bëni, edhe atë që na duhet ne, dhe kështu mund të krijojmë dhe një mbështetje ekstra duke financuar atë që ju mund na ofroni ne. Vetëm diçka doja të shtoja, do me thënë, teknologjia si thatë ju është duke avancuar nga dita në ditë. Nga njëra anë, shumë prej kësaj teknologjie, shumë prej kësaj shkencë është e hapur, gjithë kush mund të marri pjesë, kostaja për trajnim ka rënë goxha. Doja t'ju pyesja, a do ta shifnit si të vendit që të bështe një iniciativë mbarkombëtare për mbledhjen e të tëra të dhënave në korpusin e Shqipes, e cila përveç do me thënë resurseve kompjuterike edhe në korpusin e gjuhës shqipe, po. Që përveç do me thënë 2 pilareve të parë që është resurset kompjuterike dhe metodat të cilat përdoren, të kemi do me thënë edhe cilësinë e të dhënave, të tërë do me thënë trupin e gjuhës shqipe, të cilën mund të përdorim në të ardhmen për agentët që ju përmendët, që të shërbejmë tregun, të shërbejmë qeverin, të shërbejmë individët, open source, me model lokal, pa rënë do me thënë si klient të kompanive të huaja ose të licencave të huaja. Kaq. Pa diskutim, po patjetër. Ndërkohë që po më thonë që të bëjmë më mirë ta bëjmë prezantimin gjithë kështu nga larg, se sa të bëjmë ne tani tur dhe të tjerë të rinë këtu, nuk ka kuptim. Kështu që kush
Po, ta fillojmë kështu, po, merre fjalën dhe pastaj kalojmë te... Dua vetëm se mendoj që i ushqen gjithë pak me angazhimin që mund merrni në të ardhmen me vizionin që keni. Unë jam Arbër jam themeluesi Patokos, është një majordom digital që jep mundësi nëpërmjet teknologjisë që çfarë do shërbimi që të duhet e gjen aty. Fuqizon edhe përdoruesin, fuqizon dhe tregun që të vëhet në nivel digital dhe të ketë mundësi pastaj të shesi dhe të ndërlidhet duke ushqyer edhe nevojat që ka tregu edhe formalizimi i ekonomisë shqiptare. Tani çfarë doja të thoja unë, janë dy elemente kryesore. E para unë isha këtu kur ju thatë për atë bririn e madh proverbial që duhet ketë unikorni shqiptar që do jetë ndryshe nga të tjerët. Dhe unë besoj që duke qenë se kemi një shpirt të merësisht si përmarrës si popull, duke qenë një popull i vjetër me resurse të jashtëzakonshme, të paktën në kreativitet për të mbijetuar, për ta ndihmuar botën e startupit ne kemi nevojë për disa gjëra shumë kryesore, zotë kryeministre. E para duhet që kuadri ligjor të eci paralel jo vetëm në nivelin e aki komuniter, po të ketë dhe mundësi në nivel në aplikueshmëri, pra për sa i përket pagesave, për sa i përket asaj që quhet gig economy, që aktualisht nuk është e mundur që ta ndihmoj atë që ju e lançuat me shumë sukses në Berlin, pra nëse ne kemi nesër pas nesër 20 milion turist, nuk do kemi mundësi me kapacitetet aktuale që kemi që t'i japim atyre shërbimet që duhet. Dhe në këtë mënyrë, duke e zhbllokuar këtë fuqi të jashtëzakonshme, ku njerëzit mund marrin një makinë, mund marrin një shërbim etj, pjesërisht Airbnb, Uber, çfarë duash, ata do kenë mundësi të kontribuojnë. E dyta, çfarë do doja, dhe kjo është më shumë si inspirim edhe për njerëzit tu, po edhe për ju për të thënë një narrativ. Kam filluar që bizneset shqiptare, startupet shqiptare të shihen me sy dhe besueshmëri shumë të lartë. Ekipi jon teknik është i gjithë kanadez dhe ekipi i mbështetjes biznesit tani ne kemi edhe amerikan, edhe gjerman, të cilët kontribuojnë edhe nga Google për realizimin e këtyre gjërave. Tashi për të pasur fatin e Estonisë, do na duhet seriozisht që të zhbllokojmë edhe tregjet e kapitalit. Pra, ju aktualisht e keni bërë këtë gjë, është Startup Albania që jep të fonde fillestare që edhe në nivelin e ides ta bëjnë të mundur, por ato nuk mjaftojnë nëse duam të shkojmë në një treg ndërkombëtar. Kështu që nëse ky debat që ju thatë me Këshillin Ekonomik me disa përfaqësues do merret në konsiderat, pikërisht për të zhbllokuar këtë potencial ekonomik, unë besoj që mund të ecim shumë përpara. Faleminderit. Jam 100% dakord me çdo gjë që the. Me çdo gjë që the. Me një shtesë vogël që shqiptarët janë të jashtëzakonshëm kur janë vetëm. Kur bëhen me njëri tjetrin, pastaj krijojnë probleme. Por dhe një nga arsyet pse juve të gjithë dhe bota e startupeve në Shqipëri mund të jetë një shpërthim dhe një sukses i jashtëzakonshëm është pikërisht kjo, që ju jeni shqiptar, po llojin e punës e keni si ujq të vetmuar nëpër pyll. Kështu që kjo është garanci absolute për sukses. Se pastaj kur bëhemi bashkë ne, na shqetëson shumë suksesi tjetrit, edhe më shumë investohemi si të mos lëm tjetrin të ketë sukses, sesa si të bëjmë sukses gjithë bashkë. Po është një proces që do na e studioj miku atje që siç na dha fjalën, edhe do shohim të mësojmë nga çfarë do na japi inteligjenca artificiale. Ta fillojmë nga e majta, domethënë e djatha ime këtej dhe e majta e sallës me ekranin e parë atje. Ose po ti s'pas ka ekran, ti pas ka ardhur me makinë me vete, kështu që. Prova në rregull. Përshëndetje, unë jam Marlin Nano dhe sot përfaqësoj startupin tonë Uno Robotics. Unë jam një nga 4 bashkëthemeluesit. Unë së bashku me Frajdi Zylën, Daniel Bundon dhe Elar Qefalian kemi sjellë këtu para jush sot me kënaqësi për të prezantuar projektin tonë MTB, i cili është financuar nga Startup Albania, do cilin gjerasin dhe falenderoj. MTB, ose gjatë makinat të rejse bujqësore, është një prototip i cili do të shërbej për kryerjen e disa proceseve bujqësore, si dhe të rejqen e mallarve ose makinave të ndryshme, njësoj si një traktor, ose me pak fjalë mund ta përshkruaj si një traktor inteligjent. E veçanta e këtij është që ne kemi arritur deri tani ta realizojmë në një sistem hibrid, pra jo 100% elektrik për disa probleme që ka teknologjitë e sotme, por në një sistem hibrid, pra kryerja e proceseve bujqësore, si për shembull frezimi e tjerë, kryet nga një motor me djegje, ndërsa lëvizja do të realizohet me motora elektrik. Gjithashtu ne po punojmë që të shtojmë dhe autonomi dhe pjesë të ndryshme matjes me sensor, në mënyrë që ky të jetë jo vetëm një zëvendësim i një traktori,
kokë më kokë po e quaj, por tjetë një traktor më i mirë, me më shumë përdorime të ndryshme, dhe që fermerit t'i kursej kohë, t'i kursej kosto karburanti, gjithashtu dhe të ndihmoj duke qenë se kjo është e telekomanduar. Momentalisht kemi arritur telekomandimin, por po punojmë dhe për pjesën e autonomisë. Çfarë duhet për ta zhvilluar më tej tani këtë, për ta kthyer në një traktor real që shkon në fush? Atëherë, momentalisht, ne jemi në proces pune e sipër. Falë dhe grantit, ne kemi marrë një shtysë shumë të madhe financiare dhe po presim dhe disa pjesë të cilat janë rrugës duke ardhur motora elektrik, pjesë kompjuterike për pjesën e inteligjencës dhe kamerave. Dhe do të thoya që faktikisht ne i kemi kushtet, thjesht duhet që të bëjmë punën dhe normalisht do na jap pak kohë, kështu që koha do ishte gjëja më shtrenjtë për ne. Kohën mund ta gjeni vetë, nuk e nevojë për qeverinë, kështu që në rregull jemi. Okej, kalojmë te tjetri. Vetëm jepi pak hapësirë ekranit që me këtë rast edhe ata që na ndjekin të shohin. Atëherë, unë quhem Fulvio Papadopulli, jam arkitekt bashkë me kolegun bashkëthemelues të Kinemorph, Denis Hadon. Unë faktikisht vi edhe nga përfaqësoj edhe pjesën e pedagogjisë. Ne jemi një startup i ri i cili merremi me pjesën e fasadave kinetike. Duke marrë shkas faktikisht nga periudha e Covidit që ndodhi pandemia, të gjithë arkitektët po mendonin si duhet ndryshojmë hapësirat e brendshme, si duhet përshtatemi. Dhe ne fillon të mendonim si mund të përshtatet godina dhe me fasadën e jashtme duke bërë godinën komunikuese. Pastaj erdhëm çik më kom nga pjesa e ekspertizës edhe filluam me gjëra pak më të thjeshta, me disa instalacione kinetike, të cilat faktikisht rrisin estetiken e godinave, përveç kësaj mund të integrohen edhe me sistemet e tjera siç është sistemet piezoelektrike të cilat lidhen me startupin e radhës, të cilat mund edhe të rrisin eficiencën energjetike dhe të prodhojnë energji. Këto gjejnë aplikim në godina të ndryshme dhe faktikisht mund përdoren edhe për pjesën e retrofitit, për sa kohë ne aspirojmë të futemi në Bashkimin Evropian së shpejti. Dhe duke qenë dhe përfaqësues i kërkimit shkencor, do doja që nëse do ishte mundësia, kishte një urë lidhje së bashkëpunimi pak më shumë midis bizneseve dhe universiteteve. Nuk po them që mungon, por do duhet një incentivim ndoshta, nuk e di nëse do ishte qeveritar ose institucional. Faleminderit. Po. Je pak mikrofonin. Ta mori kolegu e shef Tashun. Ma mori votashun bashkëtarët. Nuk e di çfarë bëjmë këtu, në fakt unë jam themeluesi i Fruzës, po duhet isha unë se ka një ekip shumë madh mbrapa Fruzës. Si fillim doja të bëj një pyetje, sa e njohim Fruzën në sallë? Okej. Para një viti nuk e njifte asnjë, edhe mbas një viti e njohim shumë. Me Arianin e nisëm me shaka bisedën pak më përpara se të vini ju zoti kryeministër, më pyeti gjendo mos si po shkon. I thash Ariano, këtë vit ju kemi kthyr gjithë lekët mbrapa sepse kemi paguar taksa. Pra Fruza në një vit është rritur aq shumë sa ka arritur të kthejë rreth 60.000 euro mbrapa në taksa. Fruza është një kompani që ne i themi the tech company that loves coffee, kompania teknologjisë që do kafen, sepse realisht kemi një fintech dhe më pas kaluam tek lifestyle-i. Pse e bëm këtë? E nisëm si për vete dhe atë lifestyle që kemi për vete e promovojmë dhe në Shqipëri duke mos shitur asnjë produkt me etiket përveç se gjërave që prodhojmë vetë. Ka pas një rritje eksponenciale, këtë vit pritet të bëjmë rreth 1 milion euro. Arnoldi e di që nuk do jetë dakord, po është një numër për të qenë krenar. Faleminderit. Kalojmë te... jeni ka koma, po. Përshëndetje. Jam Rimër Shalbielje, jam themelues i kompanisë Center of Tech Solutions. Gjithë ideja është të prodhosh energji elektrike nga energjia dinamike. Mundësitë janë të pafundme. Ne kemi bërë për shembull një sistem, një instalacion me pllaka, se si duke shkelur ti krijon energji elektrike. Fal një materiali që quhet piezoelektrike, që janë kuarcet, që duke goditur ti mund të prodhosh energji elektrike. Lëshon shkëndija i material dhe lidh me një sistem e cila mund të prodhojë energji elektrike. Tham që mundësitë janë të pafundme, një bashkëpunim që kemi bërë dhe me startupin tjetër është duke implementuar këtë sistem të panelet e fasadat, era që godet ato materialet mund të prodhojë energji elektrike për të gjithë ndërtesën. Dhe kështu kemi ndërtesa që vetëm harxojnë energji, por edhe prodhojnë energji elektrike.
Sfidat janë gjithashtu të pafundme. Një nga sfidat që po më vjen në mendje tani është që këto ndërtesa që prodhojnë duhet të futen në sistem. Pra në sistemin mund të shitet, mund t'ia shesim keshit energjinë ose mund të energji që prodhojmë mund ta çojmë diku tjetër etj. Një bashkëpunim që kemi bashkëpunim me Universitetin e Barit dhe me Universitetin La Manca në Spanjë dhe jemi në fazën kërkimore se si mund të inkuadrojmë edhe një motor për të amplifikuar, le të themi, këtë forcën për të prodhuar më shumë energji elektrike nga ky sistem. Kjo është e gjitha. Bravo. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Valdomi, ishim pak ngjeshur këtu prandaj ndola këtij. Mund të dërgoj një video të shkurtër rreth projektit tim. Projekti quhet Alvin. Është shkurtimi i Albania Wine, që do të thotë ofrojmë asistencë laboratorike për gjithë kantinat shqiptare. Është teknologji e cila është konform të rregullave të OIV. OIV që besoj nuk e njihni është Organizata Ndërkombëtare e Rrethtarisë dhe Enologjisë, ku Shqipëria bën pjesë nga viti 2021. Duke pas parasysh potencialin e madh që ka vera në Shqipëri dhe nevojat laboratorike që kanë kantinat shqiptare, nisa këtë projekt, të cilën e kisha vite në mendje, por me anë të Startup Albania arritëm në finalizimin e projektit dhe deri tani mund të realizojmë 1200 analiza në ditë, konform standardeve të Bashkimit Evropian dhe siç e thash më parë dhe të OIV-s. Ma nxirë çik Paisja? Kjo është një pajisje të cilët e kanë dhe kantinat më të mira, mund të themi në Francë dhe në Itali. Është pajisje inovative, e cila ka ardhur duke u përmirësuar çdo vit. Pajisja ndërtuar për herë të parë në vitin 2021 dhe është gjenerata e fundit pajisje ndërtuar në dhjetor të vitit 2024. Faleminderit. Kam sjell dhe një gotë nga ana figurative e cila duhet mbushet dhe me verë shqiptare për të pas parasysh zinxhirin që ka vera shqiptare, duke mbështetur gjithë ciklin nga vreshti deri në gotë. Ajo që e ka për atë verën time 33.000 euro. Përshëndetje. Unë quhem Ledi Zajmi, jam drejtues teknik dhe bashkëthemeluesi Skytech. Skytech është kompania e parë e shërbimeve dhe zgjidhjeve me dron. Ne kemi ndërtuar inovacioni jonë që ne kemi ndërtuar dronin e parë shqiptar dhe gjithashtu kemi dhe platformën tonë të procesimit imazherive të dronave. Kemi mbi 40 partnerë ndërkombëtar, kemi punuar për shumë projekte, por kur prezantohemi kemi një problem që është sado i madh, domethënë sado i vogël duket edhe i madh, është që kur prezantohemi jashtë, themi ky është droni jon i parë shqiptar, ata na pyesin, "Ok, pra më thoni raste ku e keni përdorur këtë dron në Shqipëri me që e keni ndërtuar në Shqipëri." Droni është i asembluar, i projektuar, i dizenjuar nga stafi jon, nga Skytech, dhe ne akoma problemi jon është këtu, domethënë që nuk kemi gjetur një urë lidhje me ndoshta Ministrin e Mbrojtjes ose me institucione të tjera që kanë nevojë për pjesën e surveyimit me dron. Kemi parë që kanë ardhur drona nga Turqia, por ne kemi qenë këtu gjithkohës. Kjo është vetëm problem, do thoja, por nuk fola shpar se më shumë sigurisht do zgjidhim më vonë bashkë këtë problem. Ne faktikisht kemi zgjidhur edhe për pjesën e detektimit të objekteve me anë të hartave dhe fotogrametrisë. Një zgjidhje mund të ishte për pjesën e kanabisit, për pjesën e detektimit të çadrave dhe shumë zgjidhje tjera që janë të personalizuara. Faleminderit. Juve jeni gati që ta fusnin prodhimat, ta bëni domethënë prodhim? Droni që kemi për momentin është prototip, por neve kemi kapacitetin qoftë me stafin, qoftë me fermën e printerave që kemi. Jo, këtë e kuptova, po për ndryshe nëse juve keni hapësirën, keni financimin, keni gjithë që ju duhet nga pamja logjistike edhe e materialeve, ju mund ta fusnin prodhimat? Mund ta fusim prodhim, por kemi ngel ke pjesa e licencimit dhe certifikimit që është shumë e rëndësishme. Unë po të them, mund ta fusim, ajo gjëja që keni mund të fusim prodhim, se këta çunat tan kemi nevojë për kohë. Ti ke nevojë për kohë apo ti po thuaj që po t'ikën koha se ne nuk ti jemi përgjigj. Jo, këtë më thuaj. Patjetër që një produkt që është prototip gjithmonë ka nevojë për zhvillim dhe për përmirësim, por domethënë edhe këtë fazën e testimit do donim shumë ta
ta kaloni me institucionet ndoshta që ju duhet dhe të shohim dhe të marrim dhe feedback nga institucionet vetë. Që sot ja mbas sa të mbarojmë tani takimin. Shumë faleminderit. Do të presi direkt një nga zyrtarët e lartë Ministrisë Mbrojtjes, ministri ose zëvendës ministreja që merret me këtë pjesë. E ka filluar? Po i tha nuk e lë rrugë. Jo, absolutisht. Jo, nuk, domethënë neve kemi patur mbështetje nga Ministria e Sipërmarrjes në 2023-shin, dhe fal tyre patjetër neve patëm. Jo, se po thotë që ka filluar bashkëpunimi me qendrën e inovacionit. Po. Po më rregull prapë, nuk çeki aq rrugëve sa na u duket kështu nga larg. Megjithatë sot do të bëjmë kontakte me Ministrinë e Mbrojtjes. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë jam Todi Karoli, themeluesi i aplikacionit GoTapes. GoTapes është një platformë digjitale, e cila bën të mundur zvendësimin e karvizitave tradicionale me ato digjitale. Pra ato letrat që Albania i ka shkurtuar, shtojnë 10% më shumë, do shkurtojnë akoma më shumë nëse ne gjithë do përdorim karvizitën GoTapes. Karvizita jonë gjendet në disa forma, në badge që është për evente të ndryshme, në stikera, karta, kemi gjithashtu për kafshët. Ne ju kemi bërë një dhuratë të vogël, nuk e di nëse do kishim mundësi ta demonstronim së bashku, zoti kryeministër. Vi unë aty t'ja sjell. Ja, do që ta sjell. Duke kuptova, do mua për demonstrim. Brenda mundësive. I veshur. Siç je, s'ka problem, vi unë aty. Okej, i veshur jam në dispozicion. Okej. Nga produktet që ne kemi dhe është aktivizuar me dhënat e tua. Dhënat e mia? Po. Ku i dy dhënat e mia? Thjesht rrjetet tua sociale që janë publike. Thjesht me një prekje, vjen njoftimi në telefon dhe hapen. Ja, mi gjeti dhënat. Faleminderit. Përshëndetje, emri më Xhurian Shapa dhe unë sot kam ardhur këtu për të prezantuar Lukap Parking. Lukapi është një aplikacion që u lejon shoferëve të gjejnë, të rezervojnë dhe të paguajnë për parkimin online. Por, duke ditur që në qytetet si Tirana nuk është e vështirë vetëm të gjesh parkim, por mungon edhe volumi i posteve të parkimit, ne u japim mundësinë çdo kujt që ka mbase një garazh, mbase një parkim apartamenti ose mbase një hapësirë që ka marrë bashkisë përballë biznesit, ta lëshoj këtë hapësirë në Lukap për të përfituar para. Pavarësisht se këtu thotë që Lukapi del së shpejti, Lukapi ka dalë faktikisht, ka 2 ditë që ka dalë dhe ne shohim fluks të madh para 500 shkarkime brenda 2 ditëve. Kërkesa për një aplikacion të tillë është, ama është shumë e vështirë që ti bindësh instancat e parkimit, bizneset e parkimit, sepse janë edhe shumë informale, ose edhe njerëzit e thjesht të hapin hapësirën. Kështu që kërkesa ime sot këtu është, nëse mund të kishim një integrim me parkimet e bashkive, Tirana Parking, që Lukapi të jetë standard jo vetëm për shqiptarët, sepse ne kemi edhe partneritete me makina me qera dhe me të tjerë për të kapur edhe turistët. Pra një platformë gjithëpërfshirëse për gjetur parkim në Shqipëri. Sot, rrofsh. Atëherë, përshëndetje gjithëve, unë jam Edmirano Preçi, bashkëthemelues i platformës që quhet Sanizi. Sanizi është një sistem tërësi që ka fokusin në digitalizimin e shërbimeve të turizmit dhe kryesisht në Bregdet. Ne kemi shërbime të ndryshme të tipit siç është menaxhimi i brendshëm i bizneseve në Bregdet, rezervimi i çadrave, rezervimi i parkimeve afër çadrave, gjithashtu edhe rezervimi i shërbimeve të tjera të lidhura kryesisht me plazhin, qoftë tanie apo gjëra të tilla. Ky është viti jon i dytë që jemi në treg, ne kemi filluar që vjet të jemi në treg. E kemi lançuar vjet rreth korrikut platformën.
e kemi lançuar falas, që është e vërteta, edhe numrat për vjet kanë qenë diku rreth 10.000 përdorues. Nga këto kanë qenë rreth 35-40% turistë të huaj. Gjithashtu dhe mbi 20 bizneset përfshira në platformë. Kërkesa jonë për qeverinë edhe për ekzekutivin përgjithësi është për te mbështetjes financiare. Ne, paktën ne që jemi në sektorin e turizmit, kemi nevojë për një lloj vizibiliteti. Qoftë brenda, qoftë edhe për të shpërndar jashtë territorit. Ne së fundmi kemi mbyllur marrëveshjen e parë për një kompani greke që bën udhëtime manie nga Korfuzi në Sarand. Megjithatë, vështirësia për dalë jashtë territorit si startup shqiptare akoma qëndron. Kështu që në këtë aspekt mendoj që ministria mund të bëjë diçka më shumë. Nder. Si fillim bëjon reklam të Facebooku. Jo, mos e në vletëso, mos më mendoj që do e shohësh sa do të shtohen. Pastaj për jashtë duhet gjemi strategji të shohim si mund ta bëjmë. Po. Përshëndetje. Unë jam Fatjon Gjata dhe jam drejtori ekzekutiv i Outerlinks. Ne jemi një kompani që bëjmë pothuajse 5 vite në treg dhe jemi të fokusuar drejt krijimit të eksperiencave të gamifikuara dhe lojrave. Kemi një partneritet zyrtar me Meta ose Facebook dhe kemi lançuar disa lojra në realitetin virtual në ato platforma. Loja që shikoni këtu ka mbi 200 milion shkarkime në nivel botror dhe është loja më e suksesshme shqiptare gjitha kohëve me sa ne dim. Kemi disa partneritete ndryshme, jemi përpjekur ta gamifikojmë eksperiencat si në eksperienca në muze, si në edukim dhe kemi disa shembuj, por nuk do ndalesh aty, por një nga gjërat që ne kemi hasur dhe po i shpreh pak a shumë në kuadër të kërkesave që u shpallën deri tani, është që në tregun kryesor e kemi me SBA-n, rreth 70% e shkarkimeve vijnë nga Shteti i Bashkuar, edhe nga Shtetet e Bashkuara. Dhe një nga problemet kryesore që na hasim është taksimi i dyfisht, pasi nuk kemi një taks triti me SBA-n. Po marr SBA-n, por janë në shumë vende, por ajo na afekton sepse është 70% e të gjithë shkarkimeve. Kështu që praktikisht për $1 që shpenzohet nga një përdorues që shkarkon lojën në SBA-n na vjen vetëm 0.39 në Shqipëri, pasi taksohet në disa shtresa. Kështu që kjo është nga gjërat që do targetoja përpos lajmeve të bukurave që morëm sot, kështu që faleminderit. Sa të bëhet gati tjetri, mendoj që, nuk e di, se di se çfarë mendoni ju, po mendoj që mund të jetë shumë e dobishme për ju që ne të mbështesim edhe organizimin e përvitshëm të një panajiri për startupet, që gjitha këto se ku e ka njeriu mundësinë të shohë gjithë çfarë ndodh. Ndërkohë që nëse organizohet një panajir, një javor ku të gjitha kompani, njerëz të interesuar vinë edhe shohin, dëgjojnë prezantime, flasin drejt për drejt, mund të krijohet një hapësirë ku ju të keni shumë më tepër shanse që të gjeni bashkëpunimet me klientët e duhur. Kështu që edhe këtë duhet ta fusim në agjendë që ta kemi si mund ta fillojmë që këtë vit në Vjesht një panajir të startupeve shqiptare, sa quajmë panajir, e quajmë gjeni një emër tjetër, Startup Albania Expo, e gjejmë një emër, dhe kjo panajir është sigur do shisni kështu këpucë të përdorur. Po, u bëre gati? Po, gati. Atëherë përshëndetje, ne jemi nga kompania Rubicon, jemi një institucion që është licencuar nga Banka e Shqipërisë për paranë elektronike. Ofrojmë shërbime për individët dhe biznesit për paranë elektronike nëpërmjet platformës tonë Pago. Në të njëjtën kohë jemi dhe principal member, pra antar kryesor i Mastercardit për lëshimin dhe pranimin e pagesave Mastercard.
Nëpërmjet aplikacionit Pago, unë po ju bëj një demonstrim të thjesht të shpejt me aplikacionin. Është një aplikacion që shkarkohet në App Store dhe në Play Store. Nëpërmjet aplikacionit mund të bëhen shumë veprime si pagesë utilitetesh të ndryshme që listohen këtu. Mund të bëhen kalime fondesh tek përdoruesit e tjerë Pago. Mund të depozitohen dhe të tërhiqen fonde nga platforma nëpërmjet formave të ndryshme, nëpërmjet transfertave bankare, nëpërmjet kartave dhe gjithashtu dhe depozitime fizike. Ky është prezantimi i aplikacionit. Nëse do kërkonin pak suport, do ishte tek pjesa e ofrimit ose vendosjes edhe të sektorit të fintechut si një opsion për pjesën e pensioneve, kalimit pensioneve dhe të pagave. Pra jo vetëm këtë e njoh se kemi pas kontakt me ju që jeni në këtë fush. Vetëm pyetja ime është ka penetruar më shumë, ka më shumë zhvillim? Aktualisht jemi rreth 5.000 përdorues aktiv. Biznese dhe individ. Pjesa më e madhe janë individ. Pak janë, po prap nuk janë pak krahasuar me nga ka nis, po pak janë, duhet ta shtojmë. Është dhe tregu pak që nuk e njeh, duhet edukohet pak. Kemi edhe 1.40.000 këtu, thot Delina. Kjo është fati atyre që kanë mikrofon, që duken sikur kanë më shumë. Faleminderit. Mirë, atëherë përshëndetje, unë jam Bojari Bakiu nga Datamax. Unë kam edhe një vëlla tjetër Sadikun, që është pak a shumë binjak dhe njerëzit konfuzohen që kush është kush. Tani kompania Datamax që ne jemi është... Jeni binjak apo pak a shumë binjak? Jo, binjak, 100%. Se mund bë sigur të jemi pak a shumë binjak, tash qa është pak a shumë binjak? Jo, jemi binjak 100% edhe kur Sadiku në Tiranë, se Sadiku jeton me një, njerëzit ngatrohen që thonë, me këtë po flas me Bujarin apo me Sadikun. Tani ne kemi krijuar Datamax, që është një kompani e fokusuar në Big Data dhe AI, është përndarë ndërmjet Gjermanisë dhe Shqipërisë. Aktualisht ne kemi ndërtuar një produkt Solaris Nexus, që fokusohet në parqet e mëdha me panele diellore për parashikimin sa energji do prodhohet nesër, pas nesër ose në javën e ardhshme. Pse është rëndësishme kjo? Kjo është rëndësishme që në mënyrë që nëse këto kompani tregtojnë energji në bursë, të dinë të kenë dhëna shumë të sakta që sa energji të shesin në ditën paraardhëse, sepse nëse ato nuk kanë dhëna të sakta, praktikisht penalizohen deri në 25% të ardhurave. Ajo që për ne ka qenë sfida më e madhe është që ne ta trajnojmë modelet AI si duhet, na duhen rreth 9 muaj të dhëna. Që parqet nuk e kanë, kështu që ne kemi bërë zgjidhjen tjetër që praktikisht fillojmë me dhëna shumë të vogla, rreth 1 javë, 2 javë, dhe pastaj me kalimin e kohës i mbledhim këto 9 muaj të dhëna që na duhen për të trajnuar modelet tona për të dhënë parashikime deri në 95% të sakta. Tani unë mendoj që meqense u hap pjesa e kërkesave, dhe unë po e them atë kërkesën time, ne duam që të punojmë me korporatën Keshin, sepse ato po ndërtojnë një park të madh lundrues në hidrocentralin e Fierzës, edhe ne mund të implementojmë zgjidhjen tonë atje dhe praktikisht ta testojmë zgjidhjen tonë në një shkallë shumë më të madhe se sa ajo që kemi testuar deri aktualisht. Faleminderit. Që më kavi një zili e papar me ato flok që pas i kam pas dhe unë dikur, po. Nga e bardha apo nga kachurela? Jo, nga shtëllunga, se për të bardh kam vetë. 69, 30, 30, pra. Përshëndetje, faleminderit për mbështetjen. Unë jam themeluesi One More. Ne jemi duke krijuar marketplace-it e parë në botë për fitness, ose e thon ndryshe, ne po krijojmë një Spotify ose Airbnb por për fitness. Ne nuk kemi artistë që hedhin muzikë në platformën tonë, po trajnerë nga e gjithë bota që hedhin trajnimet e tyre dhe user që serviten me ato. Ka, le të themi, modele ngjashme në treg, po kanë 1, 2, 5 trajnerësh.
kjo është një lloj sikur ti të blesh një Netflix edhe ketë vetëm 5 filma aty brenda, me shumë mundësi të mërzihesh shumë shpejt. One More sjell një model tjetër, pra është i hapur dhe lejon çdo trajner nga gjithë bota që të hedhë trajnimet e tyre aty, domethënë. Ne jemi të ndarë në Shqipëri, operojmë në Shqipëri dhe në Amerikë, nga ku po mbrojmë edhe jemi në fazën e licencimit të drejtave dhe market capi është shumë i madh dhe ne kemi lançuar diku në nëntor. Megjithatë kemi më shumë se 87 trajnime të krijuara nga 60 trajnerë nga Amerika, Argentina, Shqipëria, Greqia, Italia dhe disa vende, Meksika më duket. Dhe janë qindra njerëz që stërviten aty gjatë gjithë kohës. Qofse do ishte le të themi një kërkesë ose çfarë sfida kemi ne, sfidën më e madhe kemi le të themi ekspozim me audienca ndërkombëtare, kjo do ishte. Faleminderit. Shumë faleminderit, unë dëshiroj t'ju kërkoj ndjes, do t'ju lë me Delinën sepse më thërret detyra në gjëra shumë më pak interesante, po s'kam ç'a bëj. Ndërkohë, dua të të falenderoj se tani mora vesh që je një nga autorët e festival e përgatitjes Panairit Berlinit, edhe është vërtet një krenari e madhe për që shfaqem atë produkt. Edhe ju ishit kryesorët grupi domethënë që ka përgatit performancën. Edhe ishte kënaqësi e papërshkrueshme që të shifshe gjermanët të hutuar nga performanca e Shqipërisë, edhe kjo fal talentit edhe fal punës së të gjithë ju, kështu që nuk kam pas rastin t'ju falenderoj drejt për drejt, se hënë sot hënë nesër, prandaj me këtë rast po të falenderoj ty edhe përmes teje edhe të tjerët. Shumë faleminderit.